Ne nuk kërkojmë as konflikt, ne nuk kërkojmë as të debatojmë, ne nuk kërkojmë as të kemi policinë tek këmbët. Ne kërkojmë thjesht të dorëzojmë qytetarit shqiptar dhe qytetarit ndërkombëtar në fund të ditës një vepër me rëndësi ndërkombëtare dhe një vepër të sigurt me rëndësi ndërkombëtare, sepse nuk është një vepër si këto rrugët që na bien sa herë që bie shiu i parë, është një vepër e cila do t'i rezistoj shumë gjatë të gjithë të Shqipërisë me të gjitha. Dhe kjo është e rëndësishme. Ndërkohë, do të duonim me patjetër të specifikonin vetëm një gjë. Ne kërkojmë nga institucionet të mos qëndrojnë më në heshtje. Dhe jemi duke folur për shtetin shqiptar, në të gjitha hallkat e tij. Autoriteti kontraktor, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës, Njësia e zbatimit të projektit, Alt Kontrolli, Banka Kombëtare Tregtare nga ana tjetër, e cila është pjesë e këtij projekti me kredidhënien, por mbi të gjitha organet e drejtësisë do të duhet ta trajtojnë këtë jo si një grindje thjesht midis dy partnerëve, midis një grindje tregtare, por si një çështje të sigurisë juridike, të sigurisë publike dhe mbi të gjitha të besueshmërisë tek shteti ligjor në Shqipëri.